Policia e Lezhës ka zbardhur një skem vjedhjesh të përsëritura të raportuara gjatë muajit maj dhe qershor 2026, ku objektivi i autorëve kanë qenë të ardhurat ditore të disa bizneseve në qytet. Në kuadër të operacioneve të koduara llogarit, strukturat hetimore kanë vënë në pranga shtetasin Manuel Media, 21 vjeç banues në Lezhë, ndërsa është shpadhur në kërkim bashkëpunëtori i tij i dyshuar Elger Uka, 26 vjeç. Sipas hetimeve të kryera nga Komisariati i Policisë Lezhë, dy të ri dyshohet se kanë vepruar në bashkëpunim duke vjedhur xhiro ditore të 12 subjekteve tregtare në qytet dhe duke u shkaktuar dëme të konsiderueshme pronarëve të tyre. Hetimet kanë nisur pas kallëzimeve të bëra nga disa administrator biznesesh, të cilët kanë denoncuar mungesën e të ardhurave ditore nga ambientet që menaxhonin, duke ngritur dyshime për një skem të organizuar vjedhjesh. Policia bën të ditur se po i vijojnë veprimet për lokalizimin dhe kapjen e 26 vjeçarit të shpadhur në kërkim, si dhe për të verifikuar nëse dy të dyshuarit mund të jenë të përfshirë edhe në raste të tjera të ngjashme në zonë. Materialet procedurale janë referuar pranë prokurisë së gjykatës së jurisdiksionit përgjithshëm Lezhë për veprimet mëtejshme hetimore.